It's a Monday. Hey, mirëmëngjesi. Sot është e hënë dhe jam rikthyer në zyrë më në fund. Sëmundja zgjati jo vetëm një javë, por 2, dhe nuk e prisja. Dhe atë javën e dytë nuk kam ardhur në zyrë fare dhe thjesht kam qëndruar në shtëpi. Jam marrë vetëm me pak punë të vogla në kompjuter, cilat nuk merrnin shumë energji, po jam munduar që të marrë kohën që më duhet për të shëruar dhe bëra mirë që e mora atë kohën, sepse tani që jam kthyer në zyrë ndihem shumë energjike edhe e motivuar për t'i vënë punët përpara edhe për t'i paruar e për t'i dorëzuar që kam për të dorëzuar. Nuk e mbaj mend ku e lash videon që nisa, po ti që e nisa në mëngjes dhe tani jemi mbas nga 6 orësh po e vazhdoj. Çfarë po josoja? Po ndihem shumë mirë që jam kthyer në punë, sepse me thënë drejtën kishte marrë malli atë javën që e mora pushim prej smundjes, sepse siç ju thash, nuk zgjati vetëm një javë, zgjati 2 javë. Edhe djen darke po ndjeja, po më hanin duart, doja të merresha me punë. Dhe erdha sot në punë dhe çdo gjë është kaq intensive, deadline pa fund. Kemi qenë konstant bashkë me Henin në kompjuter gjatë gjithë kohës, prandaj edhe videon shpare lash për gjysmë nga që erdhi një koleg të zyra edhe thash okay, never mind, kemi punë tani. Për momentin jemi rrugës për në Fulda, sepse kemi një mbledhje me një nga klientët tanë. Dhe jam pak nervoze, po me thënë drejtën nuk asnjë që për qenë nervoz, sepse e dim se çfarë jemi duke bërë, edhe dim se për çfarë do flasim. Edhe të shohim si të shkojë. Sot ka qenë super i stresuar. Mos presni. Mirëmbrëma. Ora është 9 e darkës dhe ne tani po kthehemi në shtëpi. Mbledhja zgjati një 2 orë të mira. Edhe rruga për në shtëpi zgjat gjithashtu ja 1 orë e ca dhe kemi ndaluar që të karikojmë makinën dhe për të ngrënë, se s'kemi ngrënë fare sot. Me zor po pres t'ikin në shtëpi me thënë drejtën, sepse ndihem e lodhur edhe më nxem edhe koka. Buga King. Buga. Ngrënë shumë keq. Mirëmëngjes. Sot jam zgjuar me dhimbje koke nga që dje erdhëm shumë vonë në shtëpi. Kaluam gjithë ditën jashtë në punë, domethënë, nga mëngjesi deri në darke, mbledhje me gjëra. Dhe rezultati është që sot nuk jam zgjuar dhe aq mirë, siç duket edhe nga pamja fizike. E këto makina tani e gjetën me kalu. Në orën 9:30 kam takim tek mjekja. Në fakt është takim për të regjistruar për
mjeke familje dhe po pres Henrin që të çohet nga kravati dhe të bëhet gati, se edhe ai është I lodhur. Sot do jetë një ditë pak më e qetë në punë, ose të paktën kështu shpresoj unë, se në fakt kemi për të dërguar disa materiale për printim. Është një çik stresuese se duhet t'i kontrollosh edhe të kesh kujdes mos t'i dërgon me gabime. Nuk e di nëse kemi kohë për të pirë kafe këtu në shtëpi. Po edhe sikur jo, edhe nëse jo, do marrim diçka jashtë besoj. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Kafe për në startë. Catching a breeze, love. Është dreka tipike në zyrë në Verona, pesto. E vetmja gjë që më mungon të dreka është çfarë? Jo. Djathi I bardhë. Djathi I bardhë është burri im I parë. Tani jemi në shtëpi, do nxjerr qenushët. Henri është smur, janë gjita dhe Henrit, edhe nuk ndihet mirë, më duket se ka temperaturë edhe si ethe, po I kam dhënë Gripostat edhe është rehatuar, po qetësohet. Dhe tani do dalë me qenushët edhe ta mbyllim ditën për sot. Mirëmëngjes! Jemi rrugës për në punë, po kemi bërë një ndalesë për të karikuar makinën. Do bëjmë pak pazar, të marrim ndonjë gjë për drek që ta kemi te zyra, edhe pastaj do vazhdojmë rrugën. Nesër do nisemi për në Köln, Kolonjë, sepse do marrim pjesë te ky panajiri për klientin ton dhe do përgatisim sot këto printimet e fundit që duhen, jo flyer këto. Dhe Henry është smur. Tje zuri temperatura. Janë gjita dhe Henry tani, sorry. No, s'ka. Çfarë të bëjmë?
zgjedhin makaronat. Shumë zgjedhin. A lot to choose from. Një check-in I vogël. Jemi rrugës për në Köln, ne kemi bërë një ndalesë. Dita nuk ka nisur shumë mirë, me thënë drejtën. Jemi të stresuar sepse kemi disa probleme me këtë klientin. Nga një anë mund t'jetë faji jonë, po nga ana tjetër është edhe mënyra se si ata e organizojnë punën, cila nuk është shumë profesionale. Faji jonë është që kemi thënë po dhe pranojmë çdo lloj gjëje dhe tani jemi në këtë pikë ku jemi dhe ata na vendosin fajin neve. Henry është smur, është akoma më keq sot në fakt dhe po jep dhe makinës edhe është I irrituar sepse në vend që të thoshte që jam smur edhe nuk mundem të vi, nuk thoshte dot jo, domethënë edhe ndoshta nuk duhet ta ndaj këtë me ju sepse është shumë personale, por kam vendosur që të jem sa më sinqert dhe këto videot, këtë vlogun më shumë e kam si video ditar për të treguar se çfarë po ndodh në jetën tonë. Edhe nëse nuk I shef njeri, unë prap I kam aty si arkiv në YouTube dhe pse jo ta regjistroj këtë momentin sepse është një moment I vështirë, por ndoshta mbas sa kohësh kur çdo gjë të rregullohet dhe shohim përsëri dhe do themi wow, ja dolëm. Gjithsesi, unë jam pak fare e nevrikosur, por në përgjithësi ndjem, nuk e di, ndjej edhe një lloj qetësie, një lloj sigurie tek vetja që sido që të shkojnë gjërat, se që do përfundoj mirë.
për te lokali ku do hajmë drekën. Shëtitëm në për Köln, mua më pëlqeu shumë si qytet, sidomos katedralja, nuk e di, ngera pa fjalë, sepse edhe detajet kishin detaje, aq i fiksuar. Aq, nuk e di, kisha kohë pa parë diçka kaq bukur, që vërtet më bënte të mendoja wow, që bëjnë edhe njerëzit. Se ne gjithmonë themi, Zoti, natyra, nuk e mposht njerin, e dim. Po nuk i japim mjaftueshëm kredit, si me thënë, s'po më vjen fjala në shqip tani, njeriut, kur njeriu bën gjëra të bukura dhe madhështore. Se e dim që Zoti dhe natyra janë plotfuqishëm, po njeriu është njeri, edhe prapja del bëj kësoj gjërash, like, këtej. U qef. Me shëndet. Se pinë ka shumë, sa u shërove.